Një nga emrat që është përfolur më shumë ka qenë kandidati e Partisë Socialiste Sara Mile. Edhe për këtë opozita gjatë gjithë kohës e ka lidhur me figura të botës së krimit, votat të cilat janë trafikuar sipas Partisë Demokratike. Si janë këto vota? Bio të Partisë Socialiste me Sara Milen? Që nuk është nuk është detyra ime, as nuk mund të jetë detyra jonë që t'i përgjigjemi çdo lloj akuze që mund të ketë opozita për çdo person. Edhe qytetarët mund të pyesin, domethënë 19-20.000 vota për një personazh të ri, patjetër një vajzë e re që do të futet politik me ambicie. Unë di, po as kjo është shpjegim që mund të shohim fushatën, arsyet, shpjegimin çdo njeri mund t'i japë përgjigje vetes. Unë di që ne kemi pas një skuadër shumë të mirë, një grup i cili përfaqësonte në mënyrë shumë të mirë gjithë territorin e Elbasanit, çdo bashki, çdo qarë, çdo zonë, çdo brenda qytetit, çdo rajon, njerëz që përfaqësonin të rinj, njerëz që përfaqësonin profesionistë, njerëz që përfaqësonin ato që janë vlerat më të mira të Elbasanit, kemi pas në listë mjek, ekonomist, inxhinier, njerëz nga shkencat politike, juristë shumë të mirë, njerëz që vinin nga fusha e biznesit, njerëz që vinin nga bujqësia, i ofruam Elbasanit një listë gjithëpërfshirëse në të gjithë qarkun, me vlerat më të mira që qarku ka, dhe qytetarët ju përgjigjen kësaj oferte duke votuar me sistemin që kishim, me listën e mbyllur, listën e hapur. Këtë listë e hapur parë listën dhe zgjodhen ai që i të rishte apo i pëlqente më shumë, sipas zonave të caktuara, sipas mundësisë që kishin bërë fushat, sipas territoreve, sipas rrjeteve sociale, gjithë mekanizmeve ndryshëm. Dhe njerëzit votuan ato